Sipas bisedave të zhvilluara në Sky ECC, Tori Xheçuka është një nga personat e thirrur nga Marklen Haka, një nga të fortët e Niklos në fushë kruj për të eliminuar Durim Bamin. Një tjetër personazh i Niklos që sot strehohet në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe, referuar bisedave të realizuara në Sky ECC midis Tori Xheçukës, Florence Kelmendit, Albert Zajës dhe Marklen Hakës dhe personave të tjerë, del në pa organizimi i tyre për vrasjen e Durim Bamit. Tori Xheçuka ka pasur rolin e organizatorit dhe ekzekutorit të Durim Bamit, nga ku del se porositës dhe financuesi i planit për vrasjen e Durim dhe Valter Bamit është Titasi Ervis Martinaj. Konkretisht, më datë 6 qershor 2020, Tori Xheçuka komunikon me Ervis Martinaj, po fillimisht nuk kupton cili është personi që po flet dhe e ngatron me Rigers Mihasin, pasi këtë kohë Martinaj del se mbante telefonin e Mihasit. Gjatë komunikimeve të mëtejshme me Ervis Martinaj, Tori Xheçuka e mban atë të informuar edhe për disa ngjarje kriminale që kanë ndodhur në zonën e Kurbinit, si edhe për autorët e mundshëm që mund të kenë qelluar, por nga sa kuptohet nga bisedat midis tyre, Martinaj kërkon me çdo kusht eliminimin e vëllezërve Bami dhe lidhjeve të tyre. Më datë 7 qershor 2020, Tori Xheçuka komunikon me Ervis Martinaj, telefonin e të cilit e mbante Rigers Mihasi këtë periudhë. Nga biseda kuptohet që Ervis Martinaj interesohet lidhur mbi ngjarjen e datës 30 maj 2020, ku kanë mbetur të vrarë shtetasit Bujar Lika, Ari dhe Paulin Gjergji. Tori Xheçuka i tregon për lidhjet e Durim Bamit, konkretisht Ervin Kodrën, Ervin Kallarin dhe Genti Koçin. Biseda gjatë të cilave del edhe lidhja e Tori Xheçukës me njeriun e tij të besuar Albert Zaja. Edhe ky vihet në dispozicion të Ervis Martinaj për ndjekur Durim Bamin. Më datë 21 qershor 2020, Ervis Martinaj komunikon me Albert Zajën dhe i kërkon që të sigurojë targën e një makinë në Range të bardhë, me cilin dyshohet se lëviz Durim Bami. Ervis Martinaj shpreh i çuditur pse po ruhet kaq shumë Durim Bami këto kohë. Ai ofron Albert Zajës shumën prej 500.000 euro para pagim për të kryer vrasjen e Durim dhe Valter Bamit, ku ai i thotë që këto para merri ti dhe Tori. Bëni çfarë të doni, ose nëse mundesh na e nxirrni ne se e bëjmë vet, sepse e çoj një mikun tim me Torin dhe e bëjmë në mes pazarit pa mask. Komunikimi midis Tori Xheçukës dhe Ervis Martinaj vazhdon edhe në ditët që pasojnë. Xheçuka pranon që për të mbyllur hallet që ka të kryej vrasje me pagesë, apo siç i quan ai, punë, gjë të cilën Martinaj e pranon, por me kushtin që Tori Xheçuka të mbarojë punë me Bamët. Më datë 11 korrik 2020, Tori Xheçuka i shkruan Ervis Martinaj duke i kërkuar që t'i jap ndonjë punë, vrasje kundrejt pagesës, se më duhen lek sepse kam hall. Ervis Martinaj i përgjigjej që po t'ja punë, më duhet Nikla, Duri dhe Valteri, se e kam hall Durin, por edhe të dy më mirë. Këto të dy më duhen se ata langaraqet e freskut, i referohet Leonard Dukës, janë të vështirë për t'u kapur. Tori Xheçuka i përgjigjet që po dhe se do vi të takoj, sepse unë dua që të bëhemi palë bashkë, dhe ashtu siç kishin rënë dakord, Tori Xheçuka dhe lidhjet e tyre. Disa muaj më pas mendohet se qelluan ndaj makinës me cilën lëviznin Durim Bami dhe miku i tij Ervin Kodra. Ngjarja e ndodhur më 4 nëntor 2020. Më 4 nëntor 2020, Tori Xheçuka dhe Florence Kelmendi kanë qenë personat që kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të autoveturës Range Rover, me cilën udhtonin Ervin Kodra dhe Durim Bami. Marklen Haka ka patur rolin e ndihmësit duke ruajtur lëvizjet e Bamit në zonën e fushkrujës, ndërsa Albert Zaja ka qenë personi që ka monitoruar lëvizjet e Durim Bamit në aksin Kamës Tapiz. Por edhe pse qelluan ndaj makinës së Durim Bamit, Tori Xheçuka dhe Florence Kelmendi nuk mundën të eliminonin objektivin e tyre, shkruan në shënjestër. Kjo edhe për faktin se ata nuk e dinin se pas makinës së Durim Bamit vinte një tjetër ku ishin ushtarët e tij, të cilët hapën zjarr ndaj makinës në cilën ndodheshin Xheçuku dhe Kelmendi. Në momentin kur Tori Xheçuka dhe Florence Kelmendi kanë qelluar drejt Durim Bamit, ata rezulton të kenë rënë në zjarrin e makinës tjetër, një shkëmbim breshërish Kallashnikovi mes dy palëve, që fati ka shpëtuar pa viktima. Tori Xheçukës janë mbaruar plumbat dhe më pas ka rrëmbyer Kalashnikovin e Florence Kelmendit, i cili ndodhi në makinë dhe bërtiste na vran, por Tori thuhet se nuk ishte vetëm ushtari Ervis Martinaj, por kishte shërbyer si i tillë edhe për një tjetër eksponent të rrezikshëm të krimit në Shqipëri, për Emiliano Shullazin, që sot ndodhet pas ekurave, ku ishte krau i tij i armatosur. Një jetë e shkuar si vrasës me pagesë, tashmë me llogari të hapura midis Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe me shumë hije ende të pazbuluara të veprimtarisë së tij kriminale, që mund të hedhin dritë mbi shumë ngjarje të tjera të rënda të pasbardhura nga drejtësia.